Bashkia e Tiranës zgjedh përkohësisht problemin e mungesës së varreve. Nënkryetari i bashkisë Eno Bozdo ka deklaruar se bashkia në bashkëpunim me Inuk ka nisur shkatërimin e 16 bunkierëve në varrezat e Sharrës. Sipas Bozdos, do të përfitohet një hapësirë prej 2000 metra katror në 2 muajt e ardhshëm. Deri tani kemi hapur një sipërfaqe afërsisht mbi 1000 metra katror. Punët do të vazhdojnë edhe në ditët e tjera dhe sipërfaqja e përgjithshme që do fitohet nga ky aksion joni është afërsisht 2000 metra katror, çka do të mundsojë një funksionim, le të themi, normal të varrezës Sharrës edhe për afërsisht 2 muaj të tjerë. Bozdo i bëri edhe një herë thirrje qeverisë të zhbllokojë buxhetin për Tiranën, çka do të sillte një shërbim normal të situatës. Jemi në kushtet ekstremale, tonat, çka do të thotë që për këtë lloj shërbimi shpresoj dhe besoj që thirrja ime dhe kësaj here të gjej vesh për të dëgjuar nga ana e qeverisë. Një zhbllokim i buxhetit për Tiranën do të mundsonte një shërbim normal për qytetarët në varrezat e Sharrës dhe Tufinës. Kemi një projekt kompleks për të dy varrezat, Sharrën dhe Tufinën, 3.5 milion euro në gjithësinë e saj. Nënkryetari i bashkisë theksoi se do të shfrytëzohet çdo hapësirë brenda kufinëve ekzistues për të ofruar këtë shërbim, ndërkohë që lidhur me shpronësimet Bozdo sqaroi se kjo procedurë ka mbaruar, por bllokimi i buxhetit nuk mundëson bërjen e pagave.